turizmi nuk ka një sezonalitet, duke qenë që ne synojmë turizmin gjithëvjetor dhe ai është i qëndrueshëm. Pra le të kemi disa bujtina që e mbajnë të hapura dhe gjatë dimrit, kemi turista që kërkojnë të gjithë fundjavat e festave të dhjetorit, të janarit, të shkurtit, të marsit dhe kështu me radhë, por si një restart i ri dhe të gjithë mblidhen së bashku, gjitha bujtinat hapen, është kjo periudha e majit gjithsesi. Pra pas një periudhe të qetë dimrore, rifillon sërish pranvera e Vonit, them unë këtej lart në Alpe, sepse nëse ne lulet e para i shijojmë që në mars në Tiranë, këte në Alpe, në Theth, ne trëndafilat po i shijojmë tani që është maj. Kështu që unë vazhdoj të kënaqem, të mburrem, të shijoj freskun dhe lulet që kemi në këto momente në Theth, temperaturat e mira që janë për të ecur në gjatë këtyre 2 muajve